Dhimbja e humbjes së një prindi është e thellë dhe kompleks. Ja si mund ta përballosh. Humbja e një prindi është një nga përvojat më të dhimbshme që mund të përjetojë një njeri. Sado i rritur të jesh, sado të kesh menduar se je përgatitur, asgjë nuk e zbut realisht dhimbjen që ndjen kur largohet ai që të ka sjellë në jetë. Kjo dhimbje është e thellë, komplekse dhe personale. Ja disa mënyra që mund të të ndihmojnë ta përballosh. Një, prano dhe vlerëso ndjenjat e tua. Çdo ndjenjë që ke, qoftë boshllëk, zemërim, hutim apo faj, është normale. Mos e gjyko veten për mënyrën si po përjeton pikëllimin. 2. Lejoje veten ta përjetoj dhimbjen. Mos e fsheh dhimbjen. Mos u përpiq të dukesh i fortë, duke mohuar atë që ndjen. Qaj nëse do të qash. Bërti, lutju, jepi vetes hapësirë të ndjesh. 3. Kujdesu për veten fizikisht dhe emocionalisht. Trupi yt ka ende nevojë për kujdes. Gjumë, ushqim, qetësi. Shëtit në natyrë. Pusho. Kujdesi për veten është një akt dashurie ndaj shpirtit tënd. 4. Ndaj kujtime për prindin tënd. Trego histori, qoftë gazmore apo të trishta. Kujtimet janë ura që na lidhin me dashurinë, që mbetet gjallë edhe pas humbjes. 5. Ndero kujtimin e tyre në mënyrën tënde. Mbill një pemë në emrin e tyre. Krijo një zakon të ri për nder të tyre. Shkruaj letra, vizito vendet që donin. Çdo akt i vogël mban gjallë kujtimin. 6. Fali për ato që mbetën pezull. Asnjë marrëdhënie nuk është perfekte. Nëse ka fjalë të pathëna apo plagë të vjetra, falja nuk do të thotë të harrosh, por të çlirohesh. 7. Prano ndihmën që të ofrohet. Mos u mbyll. Lejo të tjerët të jenë pranë teje. Përkrahja nuk është dobësi, është fomë e forcës dhe e shërimit. 8. Përqafo familjen që të ka mbetur. Pikëllimi mund t'ju afroj ose largoj. Zgjidh ta përqafoj familjen. Dhimbja e ndarë shpesh shndërrohet në forcë të përbashkët. 9. Konsidero grupet e mbështetjes. Të flasësh me të tjerë që kanë përjetuar të njëjtën humbje është çlirim. Aty nuk ke nevojë të shpjegosh shumë, thjesht je i kuptuar. 10. Bisedo me një terapist. Terapia është një mjet i vlefshëm për të kuptuar veten dhe për të kaluar përmes procesit të pikëllimit në mënyrë të shëndetshme. 11. Kupto se çfarë është pikëllimi. Pikëllimi nuk është një vije e drejtë. Do të ketë ditë të mira dhe të këqija. Dhe kjo është në rregull. Nuk ka afat për ta kaluar. Mësojmë të jetojmë me të. Nuk jemi kurrë gati për të humbur një prind, por me kohë mësojmë të jetojmë ndryshe. Jo sepse harrojmë, por sepse dashuria që ndjem vazhdon të jetojë në ne. Nëse po kalon këtë dhimbje, merr frymë, ec ngadalë, jepi vetes kohë. Mos harro, dashuria e një prindi nuk mbaron me vdekjen. Ajo jeton në çdo kujtim, çdo frymë, çdo hap tëndin.